Ndërkohë që jemi në pritje të këtij kori, kaq të fortë të Partizanit, gjithçka bëhet gati në arenën e temave. Me të dy skuadra që tashmë janë drejtuar fushës. Partizani do vendosë ekranin e djathtë të ekranit, ndërkohë që Teuta në të majt. Le të shikojmë të crossim të fortë drejt shtyllës së dytë. Ideja mirë, largon për një moment Pera, këmbgul Lataj më pas. Kjo goditje që shkon në rrjet. Çfarë goli ka shënuar Ario Lataj me një kthes në një pozicion të vështirë gjatë rrjetën. Numri 33, 1-0 për Partizanin pra. Gjati, Hyseni, Lëvizmir, kërkon zonën, gjithmonë Hyseni. Është në zonë, tashmë pritet krosimi, toka si ndryne, më pas Gjati goditja ti që blokohet. Në rëmuesi për topi mbetet në zonë, largohet për një moment, del Teuta me vështirësi. Vrioni, ndryne Aliaj, tashmë është Alban Hitaj. Një mundësi e mirë për Hyseni, gjithmonë Hyseni drejtohet zonës, Hyseni duhet goditja, vonon Hyseni shumë dhe por topi ka shkuar në rrjet. 2-0, shënon Fabio Hyseni. E nëse mund të quajmë golin e tij, por pak rëndësi ka Fabio, e bëri gjithçka vetë. Shkëmbi, korridori për Hitajn. Edhe goditja me hershme në dy kohë në vështirësi por te Kasi, këmbgul Hyseni. Tashmë kjo pjesë e dytë, le të shikojmë nëse do ketë zëvendësi, por është një mundësi e mirë, gjithmonë Gjati, mundësia goditës dhe topi, shkon në rrjet, shënon kapiteni, 3-0 Partizani, shënon Odisea Gjati, teksa kërë minuta 47 e Partizani gjen golin e tretë, një gol shumë i rëndësishëm në këtë çast dhe pesa e kapitenit, një dedikim special, këmbgul Gjergji. Është në momentin e duar në zonën e duar, pozicioni është i rregullt, Pera drejtohet zonës, gjithmonë Pera kërkohet goditja, heziton dhe godet çon në rrjet. Dionis Pera, 4-0, me shumë qakftotësi, besoj deri në fund, edhe pse në një pozicion shumë të prirët, por e dërgoi në rrjet. Numri 10 Pera. Një tentativ jashtë kuadratit. Provon dhe kjo goditje shikoni. Në dy kohë, por ka bërë një super pritje, si Drita Lushaj. I ka dhe një bonus së vetës dërë në këtë qaste. Një tjetër asis mjaft i bukur Aliaj për Perën. 5-0. Dionis Pera shënon dhe golin e 15. Një vrasari, një tjetër mundësi, Gjergji e godet, ndërhyn portier Kasi këtë herë që është shumë irrituar me të tij. Hyseni. Ka fituar shumë Besim, por shikoni çfarë goditje! Nuk arrin dot, kërkon me një veprim akrobatik aty Alban Hitaj. Ndërkohë që në fushën e metazh të Vorës, Vora ka shkuar në golin e dytë, ka dhënë me qetësi vetes në këtë sfidë. Por Partizani këmbgul tashmë, Hitaj, topi drejt Perës, Hyseni, mundësia për Hyseni, e dërgon në rrjet, 6-0. Shënon Partizani, por ka shumë altruizëm dhe frym skuadre. Gjergji kishte mundësi për të bërë një gol mjaft të bukur, dhe megjithatë shikon në Hyseni. E rrezikoi, por le të shikojmë të mundësi. Kërkon një parabol, rrezikoi Aliaj që kërkon falje. E zgjidh vetë Odisea Gjati, drejtohet zonës, krosimi drejt nuk arrin dot Alban Hitaj. Pasimi drejt Dedjes. Gjithmonë Dedjes, kuston edhe djathtë, mundësia për të goditur, heziton të parën tashmë. Krosimi toka si Dedja, sërish jashtë kuadratit. Do të jenë live pra për të mbyllur këtë të diel të 8 marsit, por le të shkojmë të goditje që shkon në rrjet, shënon skuadra e Teutës. Provon një tjetër goditje dhe pa besueshme, shkon sërish në rrjet. 6-2. Rregullimin pra e statistikave të kësaj sfide që për të ardhur keq, si pësuam 2 golat, por megjithatë le të shkojmë kjo goditje që shkon jashtë kuadratit.